Kjo ishte situata në stacionet e autobusëve urban në pjesën më të madhe të Tiranës, Kamës dhe zonave të tjera rreth kryeqytetit, pasi mjetet e transportit ishin reduktuar me gati 40% nga shoqata e transportit publik. Qytetarët që përdorin transportin urban për të shkuar në punë apo nxënësit drejt shkollave u përballen me vonesa dhe ju desh të udhëtonin mes flukseve të shtuara që krijoi lëvizja më e rrallë e autobusëve. Për neve është më mirë sa më shpejt ikim më mirë mos presim se jemi dhe plej që nuk prim dot. Kreu i shoqatës së transportit qytetas e ndërqytetas sqaroi se vendimi i kufizimit të mjeteve në qarkullim është pasojë e rritjes së çmimit të naftës dhe mungesës së mbështetjes nga qeveria përmes subvencioneve, për çka patën një takim me përfaqësues të qeverisë më 1 prill. Pas atij takimi në premtuar se pas një javë të ketë një takim të dytë, nuk u realizua nga informacionet që kemi në institucione, nuk po punohet për të dhënë një zgjidhje sektorit të transportit publik. Dashnor Mema thotë se sektori i transportit urban ka nevojë për një paketë emergjente mbështetjeje, siç e cilsoi ai duke propozuar kompensim të naftës në nivelin 100 lek për litër. Subvencion të drejt për çmimin për litër, pastaj ato i kanë tryez edhe kërkesat e tjera, është reduktimi të vështirësisë, rimbursimi i kategorive që udhtojnë falas apo heqja edhe taksës qarkullimit për sektorin e transportit. Qytetarët që po vuajnë pasojat në anën tjetër kërkojnë zgjidhje sa më shpejt. Këto linjet e Kamës dhe të institutit të rralla janë për herë gati, nuk janë shumë korrekt. Shteti të rimbursoj. Ti si qytetar prekesh? Patjetër. Prekem në kohë, prekem gjitha. Në të njëjtën ditë, Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja tavan për karburantet. Nafta me pakicë do të shitet jo më shumë se 207 lek për litër, duke u ulur me 8 lek nga 215 lek që ishte më parë. Benzina do të shitet jo më shumë se 174 lek për litër, ndërsa ajo e shitjes me shumicë jo më shumë se 162 lek për litër. Çmimet do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit.